Ju përshëndes gjithëve me Marianën nga Milano, e cila prej 12 vitesh jeton këtu, por që bashkë me vëllezërit dhe motrën, vëllezërit në Berlin, motra në Londër, nuk i harrojnë asnjëherë prindërit e tyre në Shkodër. Edhe çdo herë, madje 2 herë në vit pushimet në Velipoj, në Razën, Tiranë, tani këtë vit do shkojmë jug. Edhe i pëlqeu shumë ftesa për të kthyer në Shqipëri, ndoshta në të njëjtin pozicion pune, sepse vërteta është që edhe në Shqipëri pagat po bëhen konkurruese. Ndoshta jo me Milanon, por në fakt kushtet e jetesës ose le të themi kosto e jetesës është më lirë në Tiranë, apo jo Mariana? Patjetër. Kështu që të presim dhe të falenderojmë për gjithçka bën si një shkodrane që ka çarë vetë rrugë të jetës dhe të përshëndes shumë edhe prindërit e tu në Shkodër, sepse e vërteta është që tani që do kthehesh në Shkodër në verë, do shohësh Shkodrën më të bukur se çdo herë tjetër, edhe ndryshimi i Shkodrës sapo ka filluar. Çfarë do i thosh prindërve? Që më mungoj shumë. Edhe Ju jam shumë me përshëndesim. fat që i kam. Ju përshëndesim.